Ndërkohë, kur vim në rastin e Shqipërisë, trajtimi i infrastrukturës automobilistike si prioritet, mendoj që ka qenë i njëanshëm, ka angazhuar fonde të mëdha buxhetore dhe para që janë marrë borxh nga institucionet financiare ndërkombëtare, dhe njëkohësisht vazhdon të jetë i pa harmonizuar. Shqipëria s'ka akoma hekurudh që ka pas deri para 35 vitesh, nuk ka transport detar të brendshëm, ka një transport lumor vetëm në liçenin e Thjeshtës deri në Koman, dhe praktikisht ka potenciale shumë të mëdha që do të çojshin në uljen e presionit mbi transportin rrugor dhe përmirësimin e transportit duke përfshirë edhe qytetet. Kështu që në këtë këndvështrim mund të thuhet që zgjedhja si përparësi e portit kur porti ekzistonte, mendoj që është e parakohshme, e padobishme, e rrezikshme sepse mund të ngelemi pa port të ri dhe pa port të vjetër, edhe njëkohësisht që nuk shërben sa duhet nevojat prioritare që ka ekonomia që lidhen me futjen në qarkullimin ekonomik të atyre potencialeve që vendi disponon.